Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa tammu taslim ala khairi khalqillahi ajma'in. Nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Allahun xhalla wala falenderojm, vetëm atë madhrojm dhe vetëm për ti ndihmë dhe falë kërkojm. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Jemi në temën e emrave të Allahut azza wa jall dhe kemi trajtuar në takimin e kaluar një emër të cilën Allahu xhallahu ala na ka mësuar që të kërkojmë nga Allahu xhallahu ala përmes këtij emri një kërkesë të vazhdueshme që na duhet vazhdimisht më tepër se ushqimi dhe pija, më tepër se shëndeti dhe çdo gjë që e kemi në jetën e kësaj bote. Të kërkojmë që Allahu xhallahu ala, i cili është udhëzuesi, na udhëzon. Dhe kemi folë për udhëzimin dhe kuptimet e këtij udhëzimi dhe llojet e këtij udhëzimi e kështu me radhë, sikurse i kanë përmend ulemat. Ndërsa sot me lejen e Allahu xhallahu ala vazhdojmë tutje me emrin e radhës. Dhe emri i radhës që do të flasim për të me lejen e Allahu xhallahu ala është një emër i cili përsëritet shpesh në lutjet tona. Përsëritet shpesh pas namazit ton, madje edhe brenda namazit ton, dhe është një emër i cili korrizon kuptimin e disa emrave të tjerë që kemi folur për to më herët. Do të flasim sot për emrin Allahu xhallahu ala al-Qadir. Një emër që mendoj që na zakonisht e përmendim dhe e lutim Allahun xhallahu ala dhe e madhrojmë përmes këtij emri në lutjet e ndryshme që na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Emri Allahut al-Qadir është përmend shpesh herë në Kur'an. Dhe përmendja e tij ka ardhur edhe përmes dy emrave tjerë, të cilët janë të njëjtë kuptim, të njëjtë në rrënjë, por ndryshojnë në ndërtimin e tyre, dhe ky ndryshim në ndërtim disa dietarë ka bërë që t'i ashtojnë disa kuptime e që të gjitha këto pastaj në fund takohen në një kuptim të përgjithshëm të këtij emri. Prandaj emri Allahut el-Qadir përmendet si edhe emri Allahut el-Qadir dhe si emri Allahut el-Muqtadir. Të gjitha këto tre emra janë përmendur në Kur'an dhe të gjitha këto aludojnë në një kuptim të caktuar të emrit të Allahut azza wa jall. Në qoftë se referohemi rrënjës së këtij emri dhe në kuptimin gjuhësor, do të kuptojmë se ky emër i Allahut azza wa jall edhe në kuptimin gjuhësor jep disa kuptime të cilat na ndihmojnë që ta kuptojmë pastaj edhe emrin Allah xhallahu ala al-Qadir. Në gjuhën arabe folja qadara ose qadira vjen me disa kuptime. Njëri nga këto kuptime është kur diçka ngushtohet. Kur diçka do të thotë ngushtohet dhe nuk plotësohet. Sikur se ka në hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për muajin Ramazan, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka mësuar që të agjërojmë me pamjen e hanës dhe të bëjmë bajram me pamjen e hanës. E ka thonë wa in gumma aleikum, nëse nuk shihet hana, faqdirula. Atëra, do të thonë këtu ulemat të faqdirula i ka dhënë disa kuptime, njëri prej kuptimeve është, do të thonë llogaritni muajin, ose kuptimi i saj është, do thotë kur ngushtohet diçka, do thotë nuk është në formën e tij të plotë, sikurse ka thënë Allahu xhallahu ala në surën al-Fajr, fa amma al-insanu idha mabtalahu rabbuhu wa qadara alayhi rizqa. Allahu xhallahu ala kur sprovon njeriu dhe qadara alayhi rizqa, ja ngushton rrezikun atë. Prandaj ky kuptim përdoret për këshprejën në gjuhën arabe që e ka kuptimin dhe lidhshmërinë e vet me emrin Allahut el-Qadir më vonë atë. Gjithashtu është i ndërlidhur me kudra, që është fuqi, që është forcë për ndryshu dhe për të rregullu dhe menaxhu. Prandaj emri Allahu xhallahu ala el-Qadir në bazë të këtij kuptimi i jep kuptimet e forcës, fuqisë absolute për ndryshim, për ndikim dhe udhëheqje dhe menaxhim. Se përkat këtij emrit Allahut azza wa jall dhe përmendjes në Kur'an dhe Sunet janë të shumta. Do thotë është përmend zbashku, nëse e marr numerikisht
emri Allahut El Qadir dhe El Qadir dhe Muqtadir, atëherë domthonë është përmend ky emër më tepër se 80 herë në Kur'an apo. Nërsa vetëm emri Allahut El Qadir është përmend mbi 40 herë në Kur'an. Që me kuptu do të thotë rëndësinë e të përfituarit dhe njohjes së Allahut xhallahu ala përmes këtij emri. Mjafton për një besimtar që të shikon ajetet e Kur'anit ku është përmend emri Allahu xhallahu ala El Qadir dhe që në kuadër të asaj të fillon të zbulon pastaj kuptimi real të këtij emri. Allahu xhallahu ala thot ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bimithliha na'ti bi khairin minha aw mithliha alam ta'lam anna Allaha ala kulli shay'in qadir. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha. Nuk ndodh që ta derogojmë ndonjë ajet apo ta anulojmë tërësisht. E që mos të vim bimithliha me të ngjajshëm si ajo apo më të mirë se ajo. Në kuadër të këtij veprimi, Allahu xhallahu ala ka përmend alam ta'lam anna Allaha ala kulli shay'in qadir. A nuk e din ti se Allahu xhallahu ala është për çdo gjë i mundshëm, qadir. Zbritja e shariatit dhe sjellja e vendimeve dhe dispozitave, padyshim se na e dim se është çështje e rezervuar dhe e ekskluzive për Allahun xhallahu xhelaluhu. Allahu xhallahu ala përmend pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se Allahu xhallahu ala i cili po të zbret ajetet e që me këto ajetet i po imposht teorit, po i rënon bindjet e kurajshve, po i rënon ideologjitë e tyre, kuptimet e tyre. Allahu xhallahu ala ka mundësi që këto me i largu dhe me sjellë të tjera më të mira se këto. Nga se Allahu xhallahu ala është ala kulli shay'in qadir. Kë qadir që ka në fund është ngusht e lidhur me dy gjëra. E para se i vetmi i cili ka fuqi me e lëviz një dispozit nga vendi i saj është ai që është el qadir. Andaj nuk është punë e lehtë, nuk është punë e thjeshtë që dikush të marr guximin dhe të ndryshon dispozitat e shariatit. Kjo është halal, kjo është haram, kjo bën, kjo nuk bën e kështu me radhë. Pra shikon këtu Allahu xhallahu ala realisht me shiku përfundimi i këtij ajeti do të ishte dashur me qenë me ndonjë emër tjetër të Allahu xhallahu ala, jo me el qadir. Apo nga se ndryshimi i ajetit nuk bëhet me forcë, po bëhet me dije. Do të thotë më adekuat në aspektin e jashtëm sipas kuptimit tonë do të ishte që përfundimi i ajetit jetë alam ta'lam anna Allaha bi kulli shay'in alim. Se Allahu xhallahu ala din çdo gjë, a e din kur e ndryshon, a e din pse e ndryshon, a e din pse sjell diçventi, a e din kjo që e ka sjellë është më mirë se merret me alim. Por pse e ka përmend el qadir? Qadir zakonisht ato që ka nevojë forcë, fuqi, imponim. Ka përmend këtu qadir, nga se qadir sikur do ta mësojmë më tutje, është i ndalur me emrin Allah fillimisht el alim. Nëse ja ka shtu kuptimin el qadir se nuk mund të lëviz njeriu që është i dopt në mendjen e tij, i dopt në qëndrimet e tij, i dopt përballë epsheve të tij, i dopt përballë interesave, nuk mund të një i dopt me gjitha këto dobësi apo të sill vendime, dispozita e as të ndryshon ato që i ka sill Allahu xhallahu ala më herët ato. Prandaj ndryshimi i dispozitave, ndryshimi i qëndrimeve, ndryshimi i rregullave të shariatit nuk është punë e thjeshtë që dikush e paramendon me thjeshtësi sot thot kështu e nesër thot pastaj, po nuk e di unë e ndrova tash mendin apo. Prandaj kuptojmë se dietarët islam kur të marrin ndonjë qendrim, ky qendrim i marr nga ana e dietarëve ka kërku krahas diturisë, ka kërku edhe mund të madh, edhe guxim të madh, ka kërku edhe fuqi të madhe për ta mbledh veten që më nxjerr këtë qendrim. Prandaj është tejet jo serioze, edhe është nënçmuese që dikush që nuk ka as dijen e nevojshme, nuk e ka as fuqinë e duhur, nuk e ka as guximin e mjaftueshëm që të rënon qendrimet e ulema me thjeshtësi ato. Mendimet e ulema duhet të respektohen, pavarësisht ne a e preferojmë këtë mendim apo atë mendim, kjo diçka tjetër. Po s'po ka edhe mendime që nuk e favorizojnë për veten tonë,
duhet kemi një respekt për balë të qëndrimi, nga se qëndrimi që kjo me ka marrë është një kodër e fuqishme që nuk mundesh me lehtësi të rënash. Ka disa gjëra të cilat, për shembull, si qëndrime juridike të fikut, praktikat saktuara, ne me thjeshtësi themi se nuk ka rregull kjo. Për shembull, ti duke se një veprim i caktuar është sunet dhe veprimi tjetër që e preferon një grup i caktuar i dietarëve, kë nuk është sunet dhe kjo me thjeshtësi sa nuk ka mendimi. Nëse kur i kthehesh për shembull argumenteve të dietarëve, të cilët e preferojnë këtë mendim të pafavorizuar të ti, dhe lexojmë për argumente që i kanë përdorur dhe si i kanë trajtuar, të mushet mendja se pas na gabu këtë pas kanë mirë atë. Prandaj në ballavaqimin e argumenteve që i bëjnë dietar mes vetë është për çudi për me pa se qëndrimet e tyre nuk mirën tek ashtu. Prandaj këto Allahu xhala na ka mësuar se el qadir apo dëshimi i dispozitave i rregullave bëhet nga ana e Allahu xhala wala i cili i gjithdijshmi, por krahasër i gjithdijshmi është edhe gjithfuqishmi. Ai ka fuqi, nuk jep Allah llogari askujt, pse deri dje i ni kthy ka mes laksaja, e tash po ktheni ka çabi apo. Allahu xhallahu ala edhe kët dilem ka dash me rënu. Sa askush nuk ka drejt me pyet Allahu xhallahu ala, e pse deri dje ke kështu e sot e bëu kështu. Apo e rëndësishme është që të sillet njëri me argument. Prandaj nganjëherë dikush deri sot ka thonë kështu. Pastaj janë plotësuar e thonë dhe kush dhe thotë tash kështu. Apo kjo nuk duhet të komentohet në ndjenjë ndonjë presioni, dhune, në ndjenjë ndonjë ndryshimi mendimi për interes, absolutisht, nëse kjo vjen nga ulemat e dietarë të mëdhej. Por kjo duhet të bëhet në ndjenjë një mirëkuptimi se deri dje argumentet bazuar në rrethana të caktuara kanë shpier në këtë drejtim për këtë qëndrim. Apo sa rrethana janë bën ndryshe dhe argumentet tash në përputhje me këto rrethana japin qëndrimin ndryshe. Po flas gjithmonë po i referohem dietarëve, të cilët do thotë kanë dëshmuar seriozitetin, sinqeritetin e tyre përballë fesë Allahut azza wa jalla. Prandaj nuk duhet na se jemi duke jetuar në kohën e sprovave të shumta, jemi duke jetuar në kohën e ndryshimeve të shumta, ndoshta atë që ka thonë Imam Ebu Hanife rahimullah, do të kemi mundësi me pretua edhe nas shpejti. Po mendoj ajo është duke ndodhur, por neve nuk na bjen fort më informu për këtë ngjarje apo. Imam Abu Hanifa rahimullah kur i ka pa njerëzit në ligjërat e tij duke shkruar çfarë po thot yaktubuna anni ma asa an arji'a anhu gadan. Ka janë duke shkruar për me diçka që ndodh nesër me çdo që them unë këtë mendim nuk e kam mua apo. Prandaj i vetmi i cili ka drejt dhe nuk kontestohet asnjëherë ndryshimi i vendimit është Allahu xhallahu ala, se është ai ala kulli shay'in qadir. Ndërsa ndryshimi i mendimit të çdo kujt po mund të kontestohet. Mirë po nëse vije i bazuar në argumente të shariatit, atë nuk duhet të njolloset ndryshimi, nga se ndrimi i mendimit është burrni kur njeriu e bën bazuar në fakte dhe argumente të shariatit. Po nëse bëhet për interese të caktuar, dëshmohet shpejt, demaskohet shpejt ai njeriu atë. Mirë po, Imam Shafiu rahimullah, jo që ka pas me ndryshim mendimi, po e ka ndruar tërësisht mëdhëbin e tij komplet. Andaj është i njohur mëdhëbi Imam Shafiut el-Qadim, i vjetri, dhe mëdhëbi Imam Shafiut el-Jadid. Tërësisht ndërtimin juridik e ka ndruar atë. Kur ka shku në Egjipt dhe kur ka qenë në Palestinë. Andaj në Sham. Andaj dua të them që qëndrimi i xhamatit përballë ndryshimeve të caktuara apo nuk duhet të jetë qëndrim që njollos, që paragjykon, sikurse ndodh shumë njerëz që bojnë ato. Por duhet t'u besojmë ulemave ton udhëheqjen e umetit. Edhe nëse çdo çast ata detyrohen me ndryshu kohën e anijes ato. Por jo që ulemat të detyrohen apo dhe këtë nuk e bën ata kurrë. Por njerëzit dhe umeti nga presoni të detyrojnë që për çdo qëndrim të arsyetojnë veprimet e tyre, e pse deti ke thonë kështu e sot po thon kështu apo. Kjo pse është valide vetëm në një rast. Argumenti që të ka shtyr me thonë kështu, sot mundet që po të kërkohet argumenti. Kjo është maksimumi i kërkesës. Mirë, për të kësaj të kontestohen qëllimet, të kontestohen jetët, të kontestohen gjërat e tjera, mendoj se kjo është e pa edukata apo.
Dhe e shfrytzuar rastin këtu ta përmendni kët, nga se padyshim se zhvillimet e ardhshme dhe padyshim edhe në të ardhmen do të dëshmojnë ndryshimet të kësaj natyre. Prandaj të jemi nga ata të cilët i marrin seriozisht fatvat ulemave dhe nuk bien pre e spekulimeve të ndryshme të cilët dëshirojnë me dobësu autoritetin e dietar në mesin e muslimanëve, sikurse ka ndodhur për shembull të thonë për një grup të ulemave se këtë fatva e ka thonë në presionin e mbretit, e këtë e ka thonë në presionin e kryetarit, e këtë e ka ndryshë mendimin se i kanë thonë diçka në tavolinë e kështu me radhë, mendoj kjo është tërësisht e pandershme dhe zbe autoritetin e ulemave në mesin e umetit. Alimi e ndron qëndrimin e tij, nga se Allahu xhallahu ala i ka dhënë fuqi intelektuale për bën ndryshime të këtilla. E që na ndoshta skemi këtë guxim as nuk dimë me këtë ndryshim apo. Por neve na mbet që të pasojmë atë që ulemat e nxjerrin nga mendimet e ndryshme. Sidoqoftë, emri Allahu xhallahu ala al-Qadir, sikurse përmanda është përmend edhe në vende të tjera në Kur'an, do të thotë edhe në kuadër të ndryshimit të vendimeve, edhe të sjelljes së argumenteve, dhe ky ajet jam me kuptu se ku Allahu xhallahu ala thotë në ati, do të thotë në vim me më të mirë se ajo, bi khairin minha aw mithliha. E sillim ato që është më e mirë. Jep me kuptu se fjala e Allahut azza xal mbi vlerësohet njëra mbi tjetrën, apo? Po gjitha fjala e Allahut xhallahu ala, mirë po, a ka në Kur'an ndonjë ajet që është më i vlerëshëm se një tjetër? Ka. Ayatul Kursi është më e vlerëshme se ajetet e tjera. Sura Al-Ikhlas ose ajetet e Kur'anit. Pastaj dallojnë për shembull fjalët e pejgamberëve nga citimi i fjalëve të Iblisit dhe Faraonit. Apo, edhe pse të gjitha janë fjalët e Allahut xhallahu ala, por në vlefshmëri Allah jep me bën ai që dhe fjala e tij, Allahu xhallahu ala është i gjithmundshëm për çdo gjë. Andaj, nga ky kënd Allahu xhallahu ala është ai i cili mundson që dhe fjala e tij të jetë të mbivlerësohet njëra mbi tjetrën. Andaj nëse fjala e Allahut mbivlerësohet njëra mbi tjetrën, atëherë dhe krijesa Allahu xhallahu ala mbivlerësohet njëri mbi tjetrën, njëri është më i ngritur, njëri më i lartë, ai është Allahu xhallahu ala i cili i mbivlerëson krijesat njërin mbi tjetrën në bazë asaj që Allahu xhallahu ala ka përmendur në fjalën e tij. Gjithashtu Allahu xhallahu ala thotë: in yamsaska Allahu bi durrin fala kashifa lahu illa hu wa in yamsaska bi khairin fa huwa ala kulli shay'in qadir. Nëse Allahu të prek me ndonjë dëm, nuk ka mundësi ta largon këtë dëm askush posti. Dhe nëse Allahu të prek me diç nga mëshira e tij, atëherë dije se Allahu është mbi çdo gjë i mundshëm. Shikoj ka pranë Qadir tek ndryshimi i gjendjes për të mirë, tek prekja e dëmit, tek dobia kështu me radhë, që padyshim ndryshimi i kësaj gjendje kërkon intervenimin e të gjithfuqishmit. Kur mësojmë për emrin Allahu xhallahu ala al-Qadir, lëndëruar, po kuptimi gjuhësor, ajetet që po i marrim e kështu me radhë, na japin kuptimin e emrit Allahu al-Qadir. Mirë po, kena mundësi me aktivizu edhe një aspekt tjetër që ka të bëjë me veten tonë për ta kuptuar më drejt emrin Allahu al-Qadir. Njeriu nga natyrshmëria e tij është i dobët, apo dhe dobësia e tij është rahmet për te. Prandaj sa më tepër njeriu e kupton veten të dobët përballë çdo gjëje në këtë botë, për aq e kupton sa është Allahu xhallahu ala i gjithfuqishëm dhe për aq e kupton nevojën e tij për Allahu xhallahu ala që është i gjithfuqishëm apo. Prandaj këto janë argumente që flasin sikur se ka se emri Allahu xhallahu ala al-Qadir është prej emrave të Allahu xhallahu ala të vërtetuar në Kur'an dhe Sunet. Pika e radhës është kuptimi i këtij emri në raport me Allahun azza xal. Sepse disa kuptime i lam dhe i përmendëm, mirë po kena më i përmbledh në pika të caktuara për të kuptuar më drejt emrin Allahu xhallahu ala al-Qadir. Emri Allahu al-Qadir, edhe al-Qadir, edhe al-Muqtadir, jo përmendë dhe ndëruar se emruesi i përbashkët i këtyre emrave është fuqia absolute e Allahut azza xal, fuqia e cila nuk mundet askush ta privon në momentin e caktuara, as ta ndal në momentin e caktuara, dhe se Allahu xhallahu ala me fuqinë e tij vepron atë çfarë don, ndryshon atë që don dhe e arrin atë që don dhe kur don, pa e pyet askën dhe pa marr këtë fuqi nga askush tjetër. Dhe kjo dallon tërësisht dhe rëndësisht nga njeriu. Njeriu mund të jetë i fuqishëm në një aspekt caktuar, apo mirë po i mungon fuqia në rrafshin tjetër. Për shembull, njeriu mund të jetë i fuqishëm që me fuqinë e muskujve të tij ta ngritë këtë tavolinë. Po,
Mirë, po nuk do të thotë se fakti që e ngrit këtë tavolinë ka mundësi edhe merr nuk e shtyll. Apo është i kufizuar. Pastaj ka mundësi që përderisa është i ri dhe i shëndosh, ka mundësi me ngrit këtë peshë. Në momentin kur do psohet, smuret ose shtyhet në mosh, ka mundësi që ta pastaj as gjysmë e saj nuk mund ta ngrit. Pra është i kurzuar në rrethona të caktuara, është i kurzuar me fuqinë e tij në përballë objekteve të caktuara kështu më radh, ndërsa Allahu xhalla xhelaluhu shikoj ka thonë el muqtadir. Prandaj një pikë kuptimi të thotë azul el muqtadir është el qadir i gjithfuqishëm. El muqtadir gjithmonë është i fuqishëm. Nga se në gjuhën arabe kur të shtohet një shkronjë, shtohet edhe kuptimi. Sikurse është rregull gramatikor, ziyadatun fil mabna tufidu ziyadatan fil ma'na. Nëse shtohet në ndërtim diçka, atëra shtimi ndërtim nën kupton shtimin edhe në kuptim atë. Për shembull, fjala kataba, kur thua kataba kam shkruar, nën kupton shkrimin një herë, kataba fulan ka shkruar filoni. Nën kupton shkrim një herë, do të thonë përsëritjen e veprimit. Nëse kur thot i kataba fulan, a shkruar filoni, atëra në kuptimin e drejt të kësaj shprehje është se filoni është bërë, do të thotë sekretari i njohur. Këtë ka marrë profesion, shkrimin. Jo një herë, po tash kjo është bërë çështje e tij e vazhdueshme. Andaj Allahu el Qadir, kjo është në formën e më të lartë të superlativit. Gjithfuqishëm. Nëse Muqtadir jap me kuptu se nuk zbret niveli i kësaj asnjëre, gjithmonë është në këtë nivel Allahu xhalla xhelaluhu. Nuk kurzohet kjo fuqi absolute e tij në asnjë situatë, në asnjë rrethon. As nuk e kurrën kushtet e caktuara klimatike, as fuqia ndokujt në tokë, e as disponimi ndokujt, as asgjë. Allahu xhalla xhelaluhu gjithmonë është kështu. Ai kur robi e din kët, atëra sa i ndihmon kjo subhanallahu përballë dobësisë që ai e ndin në çdo situatë, në çdo rrethon, ose në këtë rrethon që ummeti jon po kalon në përfazat e dobësisë, edhe pse ka përzime të fuqizimit, të forcimit, të përparimit, por megjithatë ende në rrethën e dobësisë. Ke ngjan sikurse për shembull një njeri i cili baba i tij është pronar i firmës. Baba i tij është pronar i firmës apo. Dhe ai punon në firmë. Një ditë për ditëve e kërcënon. Një ditë për ditëve e kërcënon punëtori se unë e kom të përshtu për punë. E kërcënon djalin e pronar të firmës apo. Unë e të qesë për firmës apo. Edhe ai fillon më shqetësu si hat buka apo se merr gjumi. Pse? Se më ka thonë punëtori qesë për punë apo. Këti njeri për shembull, për këtë vaj, për këtë shqetësim, çka i thon tjerë ato? S'ka kur fa vlera. Madje është me ndjelet. Ti je normal, tu e ditë kënë e ki, këtu ti po mërzitesh. Çka më bën na? Na që se kem babën si ti, se ti që e ki kështu, çka ki, ku e ki ti këtë gale? Prandaj subhanallahu, nëse e dim el Qadir që kemi apo, s'na shqetësojnë çka ka të, që dikush do ju çes pikë këtu, ti u shti këtu. Apo na kemi Allahun azza xhala. Na kemi Allahun xhala xhelalu. Ai është çmenduri njeriu, apo mu shqetësu kur dikush të kërcënon, unë të bëj kështu, unë të çes ti pikë këtu, unë s'lu ti më fol, unë s'lu ti më bëj kështu. Nëse ti të fol na mend të dëgjoj el Qadir apo. A është kjo tërë është çmendur. Edhe më mërzit njëri mu shqetësu. Shiko me babën firmë pas atë ai është normal ti apo. Ai el Qadir me pas njëri, apo ti çka i thon? Që shto metër të kusicë, nuk është duke kuptuar el Qadir apo. Prandaj sjellja përballë emrave të Allahut xhallahu ala duhet të jetë sjellje dhe ndëruar e gjallë, aktive. Dhe na në jetën e përditshme kemi sjellje aktive gjithmonë. Subhanallahu, veç përballë Allahut xhallahu ala është sjellje shumë pasive dhe e lehtë. Për shembull konkret. Tash unë më di se jeni është çordh, a flas? Këti Allah ju rujt vesh të shoha gjithë dini, mos më keq kuptoni. Po ç'a? Këti i kam pru njerëz të shortojnë fol, vjen dikur te ai e mirë të çapo kon këtu. Tani që tan këtë short apo. Ani s'ka galën po flas apo. A bën dikur kështu? Jo, unë flas me zo se e di që këtë ndëgjani. Për çfarë? Për çfarë flas? Se e di se fjala jam shkon vesh dikujt. Edhe përfiton dikush për kësaj që po thuhet, se po ndëgjohet.
Apo? Dhe kjo është bindje, që s'ka mundësi kur kush më ma heket bindje. Çka do që dikush marrë me thonë për shembull, qëre, me kërstimet e caktuara, ose ofertet e caktuara, çka do qoftë, megjithatë, mbetet se unë flas se e di që po vetë dikush që po ndëgjon atë. Dhe kjo është pjesëmarrje aktive përballë juve atë. A kemi kësi qasje aktive përballë emrit e Semi' i që ndëgjon çdo gjë? A kemi para gjithmonë se unë po flas tash edhe Allah është të ndëgjuar. A ka kënë në ndikim në jetën tonë që Allah po të ninë vëllai? A është kur të ndron kjo hiç? Njëjtë, si para ndjenës se Allah më dëgjon, si pas ndjenës se Allah më dëgjon, njëjtë është imani atë. Ç'kjo është problemi atë? Ç'kjo është problemi atë? Njeriu për shembull, me shku ka nevojë të çështillim vëllain, çka ja kompron vazhdimisht. Mundoni dijen që keni për dunja, apo dhe përvojat në dunja, mundoni me i bërë në raport me Allahun azza wa jalla. Se të ndihmojnë shumë. Se shembull që ka sjellë Allahu xhallahu nga dunjaja për me kuptu ahiretin apo. Ti ke nevojë për borxh. Ke nevojë për borxh. Kur të paramenesh ku ke më shku me lyp borxhin. A të bën më shku të një që s'është punë ka borxhi i ngrohtë, apo ka 1 euro në ditje me nxim lehtë. A s'ka më shkuta jo ose atë se gjonat e çalip të. Taj nuk gjon çka lyp. E ku shkon? Shkon te dikush që e din se ka mundësi me të kry punë, ti e din e ke pasë ky e ku bedin që ky ka ky s'ka. Po çure Allah ti sa kamionin e ka, çure ky sa, po çështot po normal, që sa firmën e madhe ka kështu më radh. E pse Allah kur do me lypi Allah xhallahu ala që sa natyrën e ka, sa kosmosin e ka, çka ka Allah xhallahu ala, lypi ti Allah se që mos që do të më dhon atë. Pjesëmarrje aktive. Me kuptu drejt çështo shkon apo. Edhe te El Qadir është çështja e njëjta prapë. Sa i dopt apo dvin forca e dikujt, dvin fuqia e dikujt, dvin përkrahje e dikujt, apo pse nuk e gjen tek Allah xhallahu ala që të mbushet bashllëku i dobësisë tonë me emrin Allah xhallahu ala Qadir, nga se nuk e njohim atë. Prandaj edhe kjo thash i ndihmon shumë njohjes së Allah xhallahu ala me emrin e tij El Qadir. Edhe pse dietarët islam kur kanë folë për emrin Allah tash El Qadir, kanë për kufizime të cilat detajizojnë fuqinë Allahut azza xal. Përndryshe emruesi përbashkë të gjithave është se Allahu është i gjithfuqishëm atë. Pa një nga dietarët thotë El Qadir në kupton se ai vepron çfarë të don dhe nuk ka mundësi në këtë drejtim me pengu askush, wala yafutuhu matlub, edhe çdo gjë që Allahu e kërkon nuk ka mundësi të ikë atë. Ndërsa disa ulema fjalën e emrit Allah xhallahu al Qadir e kanë ndëlidhur me një kuptim tjetër. Nga kuptimi e taqdir. Qadir do thotë e taqdir. Çka nuk kupton? Përcaktimi. Dhe nuk kupton do thotë ajo që është kader, caktimi i Allahut azza xal. Prandaj emri Allah el Qadir e kanë lidhur me kaderin dhe me qadan. Dhe kanë thënë kader dhe qada janë dy gjëra që janë të ndëlidhur me emrin Allah el Qadir. El Qadir do thotë është ai që ka ditë çdo gjë dhe e ka shkruar, dhe në bazë asaj që e ka ditë dhe e ka shkruar, e realizon nga sot i gjithfuqishëm, nuk ka mundësi gjykimin e tij me ndonë askush apo. Që kjo është kuptimi më i drejtë i emrit Allah xhallahu ala el Qadir. Do thotë ai i cili din çdo gjë dhe në bazë të kësaj ka gjykuar dhe ka caktuar çdo gjë dhe e ka shkruar tëra që do të ndodh dhe nuk ka mundësi askush të ndalë gjykimin e tij nga sa ai është i gjithfuqishëm në realizimin e asaj që e ka caktuar. Kjo është el Qadir. Prandaj atë që Allah e ka shkruar në Lehul Mahfuz, a ka mundësi dikush me ashli? A ka mundësi me dalë teknologji që s'është parapaja teknologji kur është shkruar kjo libër? Se kena parapaja këtë teknologji, andaj shkojna me ndryshimin e vendimeve. A ndodh këtë tek Allah xhallahu ala? Asnjëherë Allah. Asnjëherë kurrë nuk ndodh. La yu'jizuhu shay'un fil ardi wala fis sama. Nuk ka mundësi ta ndalë vendimin e Allahut azza xal, ta pamundson Allahun azza xal për ta kryer një gjykim asgjë, as në qiell as në tokë. Kjo është kuptimi i emrit Allah xhallahu al Qadir.
Pra të pranon kur thosh ti wa huwa ala kulli shay'in qadir. Që qadir me këto kuptimet, edhe thosh ala kulli shay. Mbi çdo gjë nuk përjashtohet në këtë çdo gjë askush, qoftë në qiell apo në tokë. Nuk ka mundësi Allahu xhallahu me ndal vendimin e tij asgjë. Nga sa ai është që merr vendim. Dhe këtë vendim e realizon. Dhe gjykimin që Allahu xhallahu e ka caktuar për çdo këmbëneve, apo me fuqinë e tij dhe me dinë e tij, është në dobinë e robit apo. Sigur që të kanë fillimisht, dobësia e njeriu është rahmet për ta. Dobësia që Allahu xhallahu ka bën vetën tonë është rahmet për neve. Në çfarë aspekti rahmet për neve? Nga dy aspekte. Aspekti i parë është rahmet për neve, se po të kishim qenë të plot nga çdo aspekt, nga natyra e njeriu është që të rebelohet. Apo nuk e nal njërin asgjë përveç se sprova, edhe mangësia e diçka apo. Prandaj para disa njerëz Allahu xhallahu i kanë dalë me vdekje. Stop. Me vazhdu ma ano, ma atutit të shkatërën bagi ma shumë, nalu. Disa Allahu xhallahu i kanë dalë me varfri. Dhe njerëz me pas, subhanallah, shërë një këshëm poptë. Po elhamna që s'kanë. Dhe njerëz Allahu xhallahu ju ka dhënë dunjan, po i kanë dalë aspekte të tjera. Kanë se kanë ti me këto, me të dhënë këto, ti në të kuptim vërshën shërët në gjitha anët ato. Allahu xhallahu ala nga njerëz ndëruar përmes dobësisë njeriut e përmirëson njeriu pa e vret njeriu. I dërgon mesazh caktuar për këtë çështje. Nëse nuk i përgjigjet me dobësinë e vet, fuqisë e Allahut azza xal, shkatërrohet njeriu. Çfarë nuk kuptoj me këtë? Një njeri për shembull është mendje madh. Sprek në tokë. Është shumë mendje madh. Kush ka mundësi mi ja dëshmu mendje madhësinë? Ai që është el Qadir. Veçaj. E sjell në një situatë të caktuar ku poshnohet, keq poshnohet apo. Keq poshnohet. Dhe Allahu xhallahu ala e frymzon nga brenda, çdo njeri e din. Të na sunenim këtë, as ne shohim, është frymzim nga brenda që vije më njëherë pas goditjes. Këtë e ki për këtë. Çdo kush subhanallahu e nin një zopi mbrana për sprov. Ka një zinjerojnë, jo më sa kjo për këtë punë. As se mënon, po i çon Allahu xhallahu ndjen për mbrana. Këto ta kum qiu me të kuptuar se mos u çosh shumë pesh to se opet ta sillë atë. Dikush e merr vesh edhe ul kokën për mirësot. Dikush e ignoron apo të thot ky mu po nënçmon e tash unë i kallzoj këtij kush jam apo atëre bëhet silla me këtë njerëz tani më ndryshe. El Qadir i dërgon sinjale se çuna ka mundësi me të çu poshtë. Nuk e lexon mesazhin, atë ndoshta goditja e rrodhës është fatale. Nuk ka mundësi më ngrit më. Prandaj ai është El Qadir i cili e plotson njeriu në dobësinë që e ka përmes fuqisë së Allahu xhalla xhelaluhu. Për këtë arsye nderuar, Allahu xhalla xhelaluhu në shumë vende sigurisht do të përmendim. Shpesh herë ka përfunduar jetën e caktuar me emrin El Qadir, por me emrin edhe tjetër të Allahu xhalla wala. Që kemi thënë zakonisht kombinimi i dy emrave e ka një domethënie të posaçme për neve apo. Për shembull kur Allahu xhalla wala innahu kana afuwan qadira. Allahu xhalla wala është afu, ai që fal është qadir. Apo kur ju thret me bot tauba dhe kur thret me u fal, se ka se i duheni. As nuk e ka se është i dopt, apo jo është i ka afuan qadira, u fal edhe jet qadir. Ta dërgon sinjalin pendohu se el qadir tani mundet diçka tjetër me dërgua. Andaj edhe në këtë rast e çet dëshesh dobësinë e njeriu që të përfiton nga fuqia e Allahut azza xhala. Personi fatkeqësisht apo thirrën e Allahut për tauba e kuptojnë në kontekst tjetër tërësisht. Që ky kontekst nuk i shtyn ka përmirësimi dhe nuk i shtyn ka ndryshimi i gjendjes së tyre dhe pendimit tek Allahu subhanahu wa taala. Dietar tjerë sikurse për shembull dietari i njohur Sadi rahimullah thot El Qadir është ai që është kamil el qudra, është ai që është plotsu fuqia e tij në çdo aspekt. Në çdo aspekt.
Pastaj thot bi qudratihi awjada al-mawjudat. Me fuqinë e tij nga mos ekzistenca ka sjell krijesat në ekzistencë apo. Pastaj me fuqinë e tij i menaxhon dhe i udhëheq ato apo. Pastaj me fuqinë e tij Allahu xhallahu ala u ka dhënë formën e tyre dhe i ka përsos. Dhe pastaj me fuqinë e tij u sjell vdekjen dhe jetën. Pastaj thot me fuqinë e tij Allahu xhallahu ala i ringjall dhe i sjell para veti për llogari. Gjithë këtu me fuqinë e Allahut azza xal. Dhe me fuqinë e tij Allahu xhallahu ala është problem bëmirsin. Dhe me fuqinë e tij e dënon mëkatarin dhe keqbërsin. Andaj alladhi idha arada shay'an, i cili kur dëshiron të ndodhë diç i thot kun bëhu fayakun dhe bëhet. Wa bi qudratihi thot Imam Sadi rahimullah, dhe me fuqinë e tij Allahu xhallahu ala me anën e tij al-Qadir yusarrifu al-qulub, apo i sjell zemrat dhe i kthen në drejtim të dur ose i përmbys ato në devim. Allahu na ruaj. Prandaj ti e sheh sot në njëri ku ka qenë larg, kush ka pas mos i kët njëri subhanallahu me kthy në udhën e drejtë, me ia ndryshu kuptimet, konceptet, agjendën, për ojë aty që është el-Qadir apo. Ose sa ka kriminala në botë që kanë vdekur, kush ka mundësi ata me i pru subhanallahu para gjyqit suprem edhe me dhon dënimin, edhe në qetësi pa asnjë mundësi për ankesë të shpihen në xhenem, për ojë aty që është el-Qadir apo. Kush ka mundësi që njeriu i cili kur kush në këtë botë se ka respektuar, si ka një pas gjithmonë e kanë priu nga drejtat. Por ka qenë i devotshëm, ka qenë musliman i mirë, kush ka mundësi që këtë njeri ditën e gjykimit Allahu xhallahu ala me sjell, me ia dhon këtij xhenetin, e atyre që e kanë shtyp dhe kanë presion, t'ia jap xhenemin. Kush? Ai që është el-Qadir atë. Për një njeriu nëse mediton rreth zhvillimeve të ditës së gjykimit të ndëruar, dhe mediton rreth asaj që do ndodhë në kıyame, vetëm në atë moment i bëhet e qartë emri Allahu xhallahu ala el-Qadir, fuqia Allahu xhallahu ala, gjitha ato krijesa të përmbledhura në një vend, të gjitha ato krijesa numerikisht dhe fuqimisht, të gjitha ato të përmbledhura në njëjtin çast, në njëjtin moment, në njëjtin vend, gjitha ato Allahu xhallahu ala thot fala tasma'u illa hamsa. Shikoj subhanallahu surën Taha, nuk ndëgjon ti asgjë. Hamsa çka është? Hamsa është kur njeriu ecë në mal edhe ndëgjohet shushurime e shkeljes së gjethave. Asgjë tjetër. Askush nuk guxon një fjalë ta nxjerr, subhanallahu. Ku janë ata të zhurmshëm sot që bën zhurmë, e ngritin zërin, ku e kanë fuqinë? Allahu thot fala tasma'u illa hamsa. Dëgjon ti vetëm shushurimin e ecjeve të gjithë në drejtimin që Allahu xhallahu ala u ka obliguar atë. Pastaj paramendon njëri me marr edhe me gjujt në xhenem. Sot s'po ku njëri me marr me gjujt në burg, apo nëse është i fuqishëm tenton me rezistu, me dure, me kome, nuk lejon bash thjesht me e lidh. Çfarë me e lidh një pushtetar të madh i fuqishëm që ka qenë, lidhet tërjekët zvarr për kokë për në xhenem dhe nuk i ndëgjohet zëri. Zguzon me fol atë, el-Qadir atë. Ku është fuqia ty atë? Andaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur e ka komentuar jetën se ditën e gjykimit yuhsharuna ala wujuhihim, do të ringjallen mbi fytyrat e tyre. Kan pyetur ashabët e Rasulullah, çu ka mundsi mes me fytyra, në çudit. Ka thon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam sikur sa ditë është muslim. Ka thon ai që ka pas fuqi tu mundson të ecin kom, ai është aqdar, ka përsëri fuqi që ti bën të njëjtë të ecin fytyrat e tyre apo. Subhanallahu, para na i qet mes në fytyrë s'ka zo. Apo i çon ka xhenemi s'ka zo. I hudh në xhenem s'ka zo apo. I thot përjetësisht këtu s'ka zo apo. Klithma të dhimbjeve të tyre janë tjera, po nuk ka reagim, nuk ka ankesë. Nëse asnjë nuk ndëgjohet zëri askujt apo. Wa khashatil aswatu lirrahman. Wa khashatil aswat addit, të gjitha zërat janë të heshtur para të gjithë mëshirshmit. Apo edhe thot Allahu xhallahu ala në fund të ajetit fala tasma'u illa hamsa, nuk dëgjon tjetër por se shushurime se këmbëve të tyre që ecin në drejtim të caktuar që Allahu xhallahu ala u ka obliguar. Ne jemi në menu subhanallahu për këtë ditë. Dhe dhe tham el muqtadir, nuk është Allah atë ditë po, është i fortë atë ditë. E sot
thamë el-Muqtadir, na jep me kuptu se niveli i fuqisë Allah xhallahu ala në kuptimin po se s'ka nivel, nuk ka kufi fuqia Allah xhallahu ala. Por kushtimisht po them nuk bie kur, asnjëherë nuk bie. As nuk kurzohet me smundjen e dikujt, as me vdekjen e askujt, as me asgjë. Ai është ala kulli shay'in qadir. Tash ti e merr situatën jonë kıyame që ndodh. Apo kur ka më shumë mëkatar, kur ka më tepër gjunaqar, kur ka më tepër pabesimtar, në kohën që na po jetojmë, a jomul kıyame. Kur ka më tepër? Jomul kıyame. Krejt kufart e dunjas, prej Ademit alayhis salam, deri jomul kıyame, krejt janë mbledhje jomul kıyame, krejt gjithë i ka ringjall Allahu xhalla xhelalu. Kur ma numerikisht ma shumë se në konë, kur ma afër njerëzit e s'kan qenë apëtën. Asnjëherë. Dhe asnjëherë nuk kanë qenë më të provokuar sa ditë apëtën. Kur? Anë që ka do me thonë, subhanallah, me marë njeri me thonë, ti në komës banë mes, në ftyrë, bjenë. A provokim kë? Pastaj, Allahu xhallahu ala i thotë, shiko këta robët e mi që bëjnë hajgare me ta. Këta që u tallshin me ta, i shojnë në koltuqe të dritës, pranë arsht të Allahut azza xhel. Dhe kjo është provokim. Apo paramendon për shembull, kur të sheh Utbi ibn Rabia Bilal radhiyallahu anhu që ka dënu. Robe ka pas, zi e ka rre, kur e shaj me nollën xhenet, e ai duke u tërheq zvarr për fytyrë për xhenem apo. Kjo është lavdata dhe mirësia, mashallah, që i ka bëu punë kjo. Sa është provokim për të kjo, pëtën? E në nënqmime për buzje. Ku e kanë fuqinë e më të këjama, pëtën? Apo, hala, do mi provoku, hala. Mi ngacmu, që të reagojnë. E ma ti përse kaqë. Allahu xhallahu ala u a bën zjarin shoqërus, ka do që të cilën, pëtën? Kur rahat cilën, pëtën? I privon nga gota e ujit, pëtën? Për në ujin, gjenet, ata të shojnë tupi uj, apo, thot, e fi dhuna, a bën përveç do uj gjuna që, për në kjo, vallahi, kjo është realitet komendot, shtop. Apo, ata i shojnë besimtarë në koltu që në gjenet mrena, edhe thujnë, e fi dhu alejna min el mai, e u mimma rezakakumullah. A bën për do pikat ujit, apo nga ditë, qka do kofë që Allah i ka e pjuva, pëtëm. Paramenaje shërptorin këtë dunja, të burgosnin këtë dunja, të përndjekurin këtë dunja, por ka që musliman thot, inna Allahe harramahum alel kafirin. Pa në tash, a i pinë gjennet, a i atje në gjennem atje, po dialogojnë. Ky tash, ky që ka pas miliarda, ka pas pushtet, ka pas fuqi, po ka qenë jashtë Allah, jashtë rrugës Allah xhallahu ala. Këti doptit që në dunja ka shpif për te, ka akuzu, qka s'ka thonë për te, po i thot, a bën një gotë uj? Që kjo është nënçmim i mjaftueshëm për ta. Që kjo është nënçmim i mjaftueshëm. Mos thosën për punë tjera. E tash ky po i thot, sun të allosë Allahu të ndytve si teja u ka bu haram. Kjo është ujë shumë i paqja, po. Kjo ujë i pastër zbashkohet me një ndytë si ti që jam. A dën hala për vakim matë se kaq? Apo, ku e kanë reagimin atë? I ka robrim kosmologjik kësaj rada, apëtan. Ai që është El Qadir, apëtan. E tashma ato pa me të asoj kohë, të asoj ngjarje, tentojmë ne t'i kthejmë këtë botë, apëtan. Edhe kuptoje kush është El Qadir, apëtan. Edhe kuptoje pastaj turpin që duhet mbledhet tek ne në dobësit e caktuara, e zhgënjimet e caktuara, e friksimet e caktuara, duke e pas turp qenka mu friksu djali nga kërcënimi i punëtorit, duke pas parasysh se baba për ta këti qëtë pi puna. Apo? E nuk qenka turp mu turpru, mu dobësu, duke e pas El Qadir me veti. A i cili, gjdo moment, merë vendim për të ndryshu gjendjen, pa e pyet kërkan. Nuk e mbledh as këshillën e sigurimit, as kabinetin e tij, nuk i duhet kurkush hiç. Mjafton me thon kun bëhu, fa yakuna dhe bëhet atë. Ai na të bindun këtë dyshim. El Qadir, çka është El Qadir?
Dhe sikur se ceka, emri i tij El-Qadir është aktiv gjithmonë. Nuk ka kohë, nuk ka vend, nuk ka situatë, nuk ka rrethon, nuk ka asgjë që e kushtëzon aktivizimin e emrit Allah xhallahu El-Qadir gjithmonë. Dhe këna bën pasaj që të pyetemi për gjendjen e muslimanëve sot, ku është El-Qadir? Por kjo bën pjesë në pikat e pikës së tretë, apo të ndikimit të këtij emri në jetën tonë të përditshme. Po këtu ishim të ndëruar disa sherime ndoshta edhe pak më të detajzuara që kanë bëjnë me kuptimin e emrit El-Qadir. Që mos ta kuptojmë i gjithfuqishëm atë. Ja. Po kuptoj i gjithfuqishëm qysh i bën i gjithfuqishëm që merrni pa me pjesën e Kiames dhe këqyr sa është i fuqishëm atë. Nëse s'ki mundësi për dunjas se këtu të pështjellën se kështu çaq dob t'jem as të fortë si të e pas është i fortë. Çaq lekë t'jem atë. Apo mirë po huazoja një pamje, një skenë për skeneve të ditës gjykimit apo edhe sjellën dunja thosh subhanallahu. Sa njëri me miliard nuk mund numerikisht me i numërua apo. Të gjithë në anë. Paramendo subhanallahu la ilaha illa Allah. Wallahi subhanallahu me miliarda njerëz askush nuk guxon me thon pse. Askush. Wa khashatil aswatu lirrahman. Të gjitha zërat janë heshtur. Ku i kanë zonat apo? Ku i kanë zërat? Ku i kanë tashkrimet, ku i kanë këtu? Ku janë këtu tash? Asgjë nuk njeh. E pse atë skin s'po e shohim këtu? Ka mirë vallahi. E pse s'po e shohim këtu? Edhe ato e shohim, apo kur e kuptojmë edhe në këtë dunjë emrin Allah El-Qadir ato. Por këtë po lëm për pjesën e dytë të ndikimit të këtij emri tek jeta e besimtarit. Me kaq po do fund kësaj pjese të kuptimit të këtij emri. E inshallah vazhdojmë pas një pauze shumë të shkurtër, për shkak të kohës së ngushtë që kemi, edhe më akşam, andaj vazhdojmë pas i pushimit Allah shpëlet sallallahu alaihi Muhammed wa ala alihi wa sahbihi sallam.